Të tjera tashme që shka me ndodhë, tash nuk është më diskutimi a ka fillu 60 diqi, a s'ka fillu 60 diqi. Para përfundimin në 2031, 90 dit para përfundimit mandatit presidentit ose presidentes të rej, duhet me njës procedura për zgjedhjen e presidentit ri, dhe kjo është e mira. E dyta është se e hapi rrugën për rikthimin kuvend, tash varet nga vullneti politik i palëve në kuvendin e Kosovës, nëse dojnë të zgjedhin një president të ri, apo nëse do të shkojnë në zgjedhje më së largu më 7 qershor, apo me 31 maj të këtij viti. Më thonë është një periudhë e afërt, vetë vendosës nuk i doli matematika, gjithë synimi, planet i kishte që na çojnë zgjedhje dikun ka mesi i korrikut ose nga fundi i korrikut, me qëllimin e vetëm i maksimizu votat e diasporës. Tashmë ajo matematik nuk i del, nga ky vendim i fundit i kushtetuesës, nuk shihet se opozita do të jetë shumë e dëmtuar, sepse as nuk është që, dhe më thonë, dihet se shumicën e votave nga diaspora i merr lëvizja vetëvendosja, edhe gjatë muajve të verës janë dikon një numër i madh qytetarëve të Kosovës që fillojnë pushimet, edhe ata që kanë shkuar pushime edhe për 28 dhjetor edhe verës, nuk janë kryesisht votues vetëvendosjes. Unë mendoj që nëse vetëvendosja nuk është e gatshme me pranu një kandidat të opozitës për president Kosovës, atëherë këta duhet me shku në zgjedhje të reja, sepse nuk jam i bindur që nuk kanë me dalë ma keq, pa dyshim se ka me dalë një subjekt politik i cili ka pas me 28 dhjetor 51% të votave qytetarëve të Kosovës dhe nuk ka arriti me zgjedh një president ri me qëllimin e vetëm që t'i kap gjitha pozitat më të larta shtetërore. Qytetarët ja dhanë besimi për me formu qeverinë, me konstitu kovendin për ju dhe presidentin e Kosovës. Asnjëherë nuk ka ndodhur të kaluamën që një subjekt politik mi kontrollu gjitha këto pozita, vetëm këto janë apetitet e Albin Kurçit që donë gjithçka me kap në këtë vend, edhe nuk besoj që nuk isha dash personalisht asnjë subjekt politik në Kosovë, as tash, as në tarmën, me pas as shumë fuqi politike që me pas dhe presidentin e vetë, edhe kryeministrin e vetë, edhe kryetarin e kuvendit.